إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد Falënderimi dhe lavdërimi takon vetëm Allahut Azza wa Jall. Salavatet dhe selamet tona dërgojmë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnik dhe të gjithë atyreve që e pasuan dhe ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall i cili na krijoi. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall i cili na rriti pasi që ishim të vegjël. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall i cili na bani me pa pasi që nuk shihnim. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall i cili na bani me ndëgju pasi që nuk ndëgjojmë. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall i cili na udhëzoi pasi që ishim të humbur. Dhe falënderimi qoftë Allahut Azza wa Jall fillim dhe mbarim për këtë botë dhe për botën tjetër. Dhe me të vërtetë Allahu subhanahu wa ta'ala duhet të falënderohet dhe duhet të madhrohet dhe duhet të adhurohet nga njerëzit dhe xhenët, nga se Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Nuk I kam krijuar xhinët dhe njerëzit pas që të me adhurojmë. Dhe nga adhurimi, vëllezër të nderuar, është edhe urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an: "Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas." Thotë ju jeni populli, ju jeni ummeti më I mirë I nxjerrur për njerëz apo I dalur për njerëz. Thotë ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Për arsye se urdhëroni për të mirë dhe ndaloni nga e keqja. Pra kjo ka bëu me kon ummeti pejgamberit alayhis salam nga ummetet më të mira, për shkak kësaj cilësie që urdhëron për të mirë dhe ndalon nga e keqja, wa tu'minuna billah, dhe se I besoni Allahut subhanahu wa ta'ala. Vëllezër të nderuar, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja është nga ibadetet, nga adhurimet madhore të cilat besimtari ja dedikon dhe ja përkushton Allahut subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja nuk është prej nafileve, mirë po është prej obligimeve. Edhe si thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Waltakum minkum ummatun yad'una ila al-khayr ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون." Thot nga jo, le të jetë një grup I cili thirr për në hajër, po është për qëllim I cili thirr në Islam, nga se I gjithë hajri dhe e mirë është përmbledh në fenë Allahu xhelalu ala në Islam. Thot urdhërojnë për të mirë, pra urdhërojnë që të adhurohet Allahu xhelalu ala, dhe ndalojnë nga e keqja. Pra ndalojnë nga shirku dhe nga mëkatet e mëdha. Wa ulaika humul muflihun. Dhe me të vërtetë ata janë të shpëtuarit. Pra janë të shpëtuarit në këtë dynja dhe janë të shpëtuarit në botën tjetër kur dalin para Allahut xhelalu ala. Kjo një herët ka qenë edhe rruga e pejgamberëve dhe rruga e njerëzve të mirë. A ditë kur Allahu subhanahu wa ta'ala
e mbylli pejgamberllëkun edhe shpalljen e tij në këtë tokë me dërgimin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çka i tha? Ja eyyuhal muddathir qum fa'anzir, o ti mbuluar, ngrihu dhe paralajmëra, pra thirr në adhurimin e Allahut xhelalu ala dhe ndalën nga shirku dhe nga e keqja. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u ngrit i urdhëruar nga Allahu subhanahu wa taala për t'i thirrë njerëzit, për t'i shpëtuar njerëzit nga humnerat e devimeve të shumta dhe për t'i vendosur në rrugën dhe dritën e Allahut subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu edhe Luqmani alayhi salam, që Allah e ka përmendur në Kur'an dhe një sure ka quajtur me emrin e këtij njeriu të mirë, i cili nuk ka qenë pejgamber, mirë po njeri i mirë, e që Allahu të regon se ja ka dhonë hikmetin dhe urtësin. Dhe thëtë Allahu subhanahu wa ta'ala se si Luqmani alayhi salam e këshillon të birin e ti, e këshillon të djalin e ti dhe i thashte: ja bunayya aqimis sala, o biri im fale namazin, wa amur bil ma'ruf wa nha anil munkar, dhe urdhëro për të mirë dhe ndalon nga e keqja. Inna dhalika min azmil umur, dhe bë sabër, tregoj durueshëm për ato që goditesh në jetën e kësaj bote, dhe dije se kjo është për çështjeve me të preferuara. Pra shikoni se si njerëzit e mirë nuk e kanë lshu këtë rrugë, nuk e kanë lanë urdhërimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, mirë po kanë thirrë për në rrugën e Allahut subhanahu wa ta'ala, kanë urdhëruar për të mirë dhe kanë ndaluar nga e keqja, e që fatkeqësisht kjo shtyllë e dinit dhe që është mbushur me shumë ajete kuranore dhe me të cilën kanë ardhur pejgamberët e Allahut subhanahu wa ta'ala, ka vdek në mesin tonë, vëllezër të nderuar. Prandaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith që transmeton Imam Ahmedi nga Hudhaifa radhiyallahu ta'ala anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: walladhi nafsi biyadihi, pasha atë që shpirti më është në dorën e tij, pra është betu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar, ose keni me urdhëruar për të mirë dhe keni me ndaluar nga e keqja, ose Allahu subhanahu wa ta'ala ka me zbrit dënim, ka me zbrit dënimin e tij mbi juve, e pastaj keni me lut Allahun xhelalu ala. Mirë pa Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ka me ju përgjigj juve. Gjithashtu e transmeton Aisha, nona e besimtarëve radhiyallahu anha, një hadith që kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: në momentin që ndalet urdhërimi për të mirë dhe ndalimi nga e keqja, atëherë veprat nuk ngritën tek Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe lutën besimtarët, mirë po Allahu subhanahu wa ta'ala nuk ju përgjigjet atyre. Dhe gjithashtu vëllezër të nderuar, ka ardhur një hadith nga Zainab bintu Jahsh radhiyallahu anha, që kanë dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: wailun lil arabi min sharrin qad iqturiba, thot mirë për arabet, për sherrin, për të keqen e cila ju është afruar atyre. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i friksuar duke treguar këtë hadith, thot është hap sot prej pendës së Yexhuxhit dhe Mexhuxhit. Pra Yexhuxhi dhe Mexhuxhi janë një prej shajt në të kiametit. Edhe ka bashku pejgamberi alayhis salam këta dy gishta kështu. Edhe ka treguar se është hap prej pendës së tyre. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është friksuar. Pastaj Zainab bintu Jahsh e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e ka thonë: ja Rasulullah, o pejgamberi Allahut, e nehlaku wa fina salihun, a kena mu shkatru të pas njerëzit mirë në mesin tonë? Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: qala na'am, tha po, idha kathura al-khabath, tha po, kur përhapet immoraliteti, kur përhapet e keqja, me të vërtetë vëllezër të nderuar, e keqja është përhap shirku dhe kufri, është përhap immoraliteti, është përhap kamota, është përhap gënjeshtra, janë përhap mëkatet e ndryshme të mëdha,
edhe ato bëhen të më thonë, duke qeshur pa mërzitur askush fare për tue. Prandaj edhe kur të përhapën këtu në mesin e shoqërisë, Allahu subhanahu wa ta'ala i dënon njerëzit, Allahu na ruajt. Prandaj ka një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë, shembulli atyre që i shkelin dispozitat e Allahut dhe atyre që ruhen, pra nuk i shkelin dispozitat e Allahut, është sikurse shembulli i disa njerëzve që kanë hymbur në një anije. Thot dhe disa janë vendos në katin lart, e disa janë vendos në katin poshtë. Thot këta në katin poshtë, kur kanë lyp ujë të pishëm, kanë kërku për i katit lart. Mirë pa, një dit i ka thonë, njeri për i grupit poshtë, thot nuk po i bezdisëm këta lart, mirë po pe shpojnë anijen, pe marëm sapatën edhe po e shpojnë anijen, edhe nuk po i bezdisëm katin lart. Thot kur kanë dëgju kati lartë, kanë dërhy dhe i kanë dalue. Ama thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse kati lartë nuk reagojnë, edhe nuk i ndalin, atëherë ata shpojnë anijen kati poshtë, edhe mbysin veten dhe mbysin këta që janë lartë dhe kështu mbytën të dy partë. Prandaj me këtë hadith pejgamberi son do më na thonë se në mesin e shoqërisë kur përhapet shoqëria e keqe dhe kur përhapen me katët e shumta, atëherë nëse ka të mirë ato dhe vjen dënimi i përfshin të dy paret, ama u fokusonu të ki hadithi pejgamberit alayhis salam. Ato po ceket se ata që në vendos katin poshtë, njeri prej tyre ka kap sapatën. Për çka me ba? Me shpu anijen. Vallahi vëllezër të nderuar, njerëzit që kanë kap sapatën mesin e shoqërisë tonë janë shumt. Edhe ata që po dojnë me prish anijen janë shumt. Prandaj jemi të urdhëruar për anës së Allahut nëpërmjet librit e tij Kur'anit, edhe të dërguarit e tij Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që një përvjel urdhërimit për të mirë dhe ndalimit nga e keqja, edhe me fol nga se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë në një hadith, men ra'a minkum munkara, thot kush prej jush e sheh të keqe, le ta ndryshon me dorën e tij, dhe nëse nuk mundet atëherë me gjuhën e tij, dhe nëse nuk mundet atëherë le ta urrejnë me zemrën e tij. Përndryshe vjen dënimi i Allahut subhanahu wa taala, përndryshe vjen përplasja zemrave, përndryshe vjen moskënaqësia me të mirat që i kije para durve, po megjithatë nuk kinin knatësi dhe bereqet me tue, edhe këtu munden me ka disa prej dënime që Allahu subhanahu wa taala i çon tek robërit si sinjale në mënyrë leallahum yarji'un, në mënyrë që ata të pendohen edhe të kthehen. Prandaj e lut Allahun azza wa jall që mu dhe juve Allahut na bën nga ata që urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga keqja. E lut Allahun subhanahu wa taala që të jemi nga këto ajete që i ndëgjuat, pra që urdhërojnë për të mirë dhe ndalojnë nga keqja, nga se Allahu xhallahu ala thot në Kur'an, wa ma kana rabbuka muhlikal qura, dhe Zoti yt kur nuk ka me dënue qytetet dhe fshatrat, wa ahluha muslihun, përderisa banorët e atyre fshatrave dhe qyteteve janë urdhërues për të mirë dhe ndalues nga keqja. Nuk po thot Allahu përderisa ata janë të mirë, nga se me kon veç i mirë, mirë po s'urdhëron për të mirë, dënimi kur të vjet përfshin edhe tyje. Ama përderisa ka njerëzit mirë, përderisa ka urdhërues për të mirë, përderisa ka ndalues nga keqja, përderisa ka njerëzit që i thirrin njerëzit në fenë e Allahut subhanahu wa taala, përderisa ka kryefamiljar që flasin e familjet e tyre, ka njerëzit mirë në mesin e shoqërisë që i thirrin njerëzit në rrugën e Allahut, Allahu xhallahu ala pezullon dënimin, edhe nuk e zbret ndëshkimin, edhe çaj person bëhet sebeb që me shpëtu edhe të tjerët. Pra shikoni çfarë nimeti i madh. E imagjinoni vëllezër të nderuar, nëse ka njerëz të tillë të cilët predikuesit dhe thirrësit dhe njerëzit e mirë të cilët thirrin për rrugën e Allahut, mundohen me i pengue, mundohen me i ndalue, mundohen me i shantazhue, mundohen me i akuzue, mundohen domosdoshmë me lloj-lloj shpifje, me ja hedh atyre, atëherë Allahu na rujt mundet me ardh dënimi i Allahut subhanahu wa taala, dhe me na kapluet e gjithve, e që e lusë Allahun që të na ruan nga dëshkimi i tij, nga se me të vërtet në dëshkimi dhe dënimi Allahut azza wa jalla është i dhëmshëm,
Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Elhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Pasi që ndëgjuat ajetët dhe hadithet për urdhrimin për të mirë dhe ndalimin nga e keqja, atëherë ndëgjoni vëllezër të nderuar një ajet tjetër se çfarë na rrethen Allahu xhela wa ala në Kur'an për ata njerëzit të cilët e kishin braktis këtë urdhër, e kishin braktis këtë shtill të dinit, pra kishin lanë urdhrimit për të mirë, kishin lanë ndalimin nga e keqja, nuk ju interesante çfarë bënin njerëzit. Dhe Allah subhanahu wa ta'ala thot: "Lu'ina alladhina kafaru min bani Israila ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam." Thot janë mallkue ata të cilët e kanë mohu Allahun, pra kanë bë kufër. Prej bani Izraelve. Thot janë mallku në gjuhën e Davudit, pejgamberit Allahut, dhe Isait birit Mërjemës. Pse janë mallku? Dhalika bi annahum kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Kjo nga se ata nuk kanë ndalu thot për të këqija. Le bi'sa ma kanu yafalun. Sa shëmtu me kaqena që kanë vepruar. Por vetë fakti që s'kan urdhëruar për të mirë dhe s'kan ndalu nga e keqja, Allahu xhela wala po thot le bi'sa ma kanu yafalun. Sa e shëmtu me kaqen, sa e keqe ka qenë kjo që kanë bota. Prandaj edhe përderiso ka qenë e keqe kur ata e kanë mbyll gojen, atëherë edhe e kanë merituar zemërimin e Allahut. E kur e kanë merituar zemërimin dhe hidhrimin e Allahut, Allahu subhanahu wa taala i ka debu për rahmetit tij. Pra i ka përzon për rahmetit tij. I ka mallku Allahu xhela wala. Të gjithë e kemi shembull iblisin e mallkuar. Para se të mallkohet, ka qenë ju ka pri me laçet të Allahu xhela wala. Sa që thot Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, nuk ka pos vend qiell në tokë që iblisi nuk i ka rënë sejdë Allahut. Aq shumë që ka boj ibadet. Mirë po kur u mallkua ditë kur e ka urdhëruar Allahu me rënë sejdë Ademit alayhis salam, e ka mallku Allahu për gjithmonë. Wa inna alayka la'nata ila yawmiddin. Dhe mallkimi mbi ty do jetë gjithherë, domthonjë për hershmëri, domthonjë deri në kiamet. Dhe për gjithmonë i mallkuar. Pra e ka debu dhe ka përzon Allahu subhanahu wa taala iblisin e mallkuar. Pra kemi shembull çka don të thot me kanë i mallkuar dhe i debuar për rahmetit Allahu subhanahu wa taala. Dhe njëjtën mundu me psu dhe ne. Nëse e lajna këtë urdhër të Allah subhanahu wa taala, dhe nëse nuk urdhërojna për të mirë, e me keqja është nëse ja bashkangjitum bëu me të këqijt kundër të mirëve, dhe bëu me dashakeqjet kundër atyre që urdhërojnë për mu adhuru Allahu dhe mund ndjek rruga e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra përveç mallkimit, Allahu subhanahu wa taala tregon tek popujt e kaluam në Kur'an, në ajetin e 14 të surës Ankebut, thot fe kullen e khadhna bi dhanbi, se cilin e kemi ndeshkuar bazë të mëkatit. Faminhum man arsalna alehim hasiba. Dhe disa prej tyre o kemi dërguar fortuna të tmerrshme si dënim. Wa minhum man akhadhathu as-sayha. E disa prej tyre i ka marrë nga ona e dënimit, pra një zë i tmerrshëm, apo një brit, sikur se ka qenë populli i Themudit, pra ku Allahu a kishte dërguar Salihin alayhis salam, dhe të cilët ja kishin mbytur devën që e kishin kërkuar. Dhe pastaj thot Allahu wa minhum man aghraqna, thotë disa prej tyre i kina fundos në ujë, sikur se faraonin dhe popullin e Nuhit alayhis salam, wa minhum man khasafna bihi al-ard, e disa thot i ka gëlltit toka, sikur se ka qenë Karuni, pra një prej ministrave të afërm të faraonit të mallkuar në kohën e Musait alayhis salam, Allahu xhela wala ka hap tokën dhe toka ka gëlltit ata. Thot Allahu azza wa jalla wa ma zalamnahum, ne nuk ju kemi bërë atyre pa drejtësi, walakin anfusahum kanu yadhlimun, mirë pa ata i bënin pa drejtësi vetes së tyre, nga se i shihnin mëkatet, i shihnin këqijat,
I shihnin njerëzit e këqij, i shihnin tiranit, i shihnin zullumçarët, mirë po bëjshin me ta dhe nuk u bënën me Musajin alayhis salam dhe me pejgamber që Allah xhelalu ala o kishte dërguar. Prandaj edhe merituan dëshkimin dhe dënimin këtë dynja, prandaj të mirët ata, nga se ka ligjërojnë ana këtu në xhumo, edhe kanë dëgjoni hutben, ata dënohen në botën tjetër. Lusë Allahun azza wa jall që Allahu mos na bën pe atyre që i dënon në botën tjetër. Lusë Allahun subhanahu wa taala që Allahu mu dhe juve të na ruan nga dënimi dhe zemërimi dhe hidhrimi Allahu subhanahu wa taala. Lusë Allahun azza wa jall që Allahu të na mundson me fol ato fjalë që e kënaqin Allahun xhella wa ala dhe me vepru ato vepra që çojnë rahmetin Allahut subhanahu wa taala. Allah është përblef me të mirën e xhenetit. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. يقول الله جل وعلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون